Albana dhe zë mikrofon. Ju të gjithë dini se unë kam hyrë në qerekun e dytë të vitit të 5 të mandatit plot. Çdo opozitë demokratike përpiqet që t'ja shkurtoj mandatin qeverisë. Përveç opozitës kosovare, e cila, siç jeni dëshmitar të gjithë ju, po ja zgjat mandatin qeverisë aktuale. Dikush edhe mund të mendoj që kemi marrëveshje. Pra, ne si qeverinë detyrë kemi marrëveshje me opozitën aktuale që ne të qëndrojmë sa më gjatë në pushtet. Por ju siguroj që kjo nuk është e vërtet, unë nuk kam shpjegim racional për këtë sjellje në për të cilën po kalojnë institucionet e Kosovës, në veçanti Kuvendi i Republikës ende i pathemeluar, sepse qeveria është në detyrë dhe ne në bazë të nenit 31 të ligjit për qeverinë, një mend kemi më pak kompetenca, por ne kemi njësoj shumë punë. Sa më herët që e konstituojmë kuvendin duke e formuar me votim të fshehtë, që po e provojmë tani kryesin e kuvendit, aq më shpejt do t'jemi edhe tek qeveria e re. Në ndërkohë që nuk ka qeveri të re, kurti 3, ka qeveri në detyrë, pra kurti 2.5. Kjo është realiteti të cilët s'kam se çfarë shtoj.